Përshëndetje Arben, përshëndetje për të gjithë shikuesit tuaj që po na ndjekin në këto momente. Ë, Gjatë këtyre 2-3 ditëve gjendja ka qenë mjaft e rënduar në përgjithësi në pjesën më të madhe të territorit të Kosovës, por zonat më të prekura kanë qenë Drenasi, Skënderaj, Vushtrria, Rahoveci, Malisheva, Juniku, Gjakova e kështu me radhë, pra një pjesë e madhe e territorit të Kosovës. Në fillim, më lejoni të theksoj se Kosova si territor është një prej zonave më sa i përket çështjes së vërshimeve dhe përmbytjeve hyn në zonat më të rrezikuara prej vërshimeve dhe përmbytjeve. Kjo është edhe për shkak të degradimit të madh të lumenjve që janë bërë ndër vite, edhe për shkak të ndërtimeve të egra pa leje që janë ndërtuar gjithandej dhe janë dëmtuar kanalet e kullimit, mandej mbeturinave që hudhen nëpër lumenj e çështje të tjera. Tani jemi në një situatë kur ne si ministri gjatë këtyre 2 viteve të fundit kemi arritur që spaku mund të kemi paralajmërim të hershëm për vërshimet, sepse kemi vendosur senzor në çdo pellg lumor në territorin e Kosovës dhe i marrim rezultatet në kohë reale, në mënyrë që kur paralajmërohen vërshimet të mund të ndikojmë të dëmet të jenë sa më të vogla të mundshme. Në Kosovë janë të identifikuara 398 zona